Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje. Jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi rikthyer përsëri në të njëjtën tonë që dikur ishte njëjtja e vajzave, por tashmë me Salionin në mesin tonë që është përsëri këtu. Ne e prish dhe ne nuk e themi dot më. Saliona, je pak përshtypjet e para të familjarëve dhe të afërmëve të tu, shoqëri. E di çfarë është bukur fare, para se të them te. Jena vesh gjithë me të bardha sot. Kemi kombinimi sot. Çfarë rastësie domethënë. Tani më tregova çfarë të tha shoqëria edhe të afërmit kur të dëgjuan në radio. Më thanë mu, plako fol më shumë. I thashëm, por qa me fol më Atë gocat me fol. Duhet me qovë me goca me pas. A keni pa me këjava aty apo jo? Qa përkujnë në satyre Na është rikthyer dhe Engji. Të gjitha ata që menduan se unika. Po mirë, kot pyetje, pse s'u vesha me të bardha sot? Ishte për hudhër, ta merrte vëmendje. Është rikthyer fuqishëm dhe nuk ka rënë në kompromis me grupin që të vishë me të bardha. Ajo do të bëj dallime sepse rikthehet pas 2 javësh. Mirë se na u riktheve Engji. Shumë kënaqësi të kemi në mesin tonë. Ai, po mama kishte munguar. Po Salion. Edhe mua kishte munguar shumë. Megjithatë, përveç Engjit në mesin tonë sot është Edisa. Edisa, përshëndetje. Përshëndetje goca. Dhe çun. Shikon të gjithë ngatrohen. Përshëndetje goca. Po hall shumë mice, është më bëj. Është si vesh ka me zjamet tjetër. Edisa në fakt është njoftuar shumë pikante, kemi lënë edhe një emoji spec djeks aty. Unë do mendoam të jem sa më ëndër. Komentet e saj. Jam vesh edhe kështu si sweet si kështu. Po, nuk të lëm, nuk të lëm. Nuk shkon kjo si ti duhesh bomba aty. Ashtu do vërtet. Edisa, na trego pak si kanë qenë këto ditë për ty, ke qenë shumë aktive, me çfarë nuk je marr? Na trego pak më shumë. Me thënë drejtën, përveç pushimeve që u kënaqa shumë dhe i kisha super të merituara, kam pas dhe projekte në televizion, siç ishte Miss Universe Albania, ku më dhanë prezantimin, host spektaklit, dhe me thënë drejtën kam dalë me një përshtypje dhe një energji tepër të mirë. E ke parasysh kur kalon mirë diku dhe e mban me vete atë emocionin, dhe mendoj që përveç se kalova mirë, më kanë thënë që dhe kam dalë mirë. A ishte eksperjenca jote e parë në moderim? Në moderim po. Dhe të kesh moderime spektakli, që faktikisht nuk është gjë e lehtë, po është diçka shumë madhështore dhe për mua t'ja ke dalë mban shumë mirë. Edhe mua më ke pëlqyer. Do e tregoj dhe sekretin. Na e tregon. Piva një shot, dopjo shot. Ai dinte domethënë sa dilja në impaktin e parë dhe pastaj çdo gjë tequila. Durëm pas. A të pëlqen moderimi, mendon që është për afatgjat? Dëgjoj, në fillim kur isha në prova dhe haja vazhdimisht këto kritikat, sepse normalisht donin që dilja sa më mirë, një moment thash, okay, nuk është për mua. Domethënë leje, nuk jo çdo kusht e meriton një mikrofon përpara, mendoj unë, se është bë pak rëndom kjo gjëja që kush del nga një reality show mendohet se ka aftësinë për të mbajtur një emision. Jo, është shumë e vështirë. Kështu bravo që e bëni, si ju jam feliz. Që thjesht sa ç'duket, kur e provova, e kuptova. Jo. Kuptova që e ka thul me mua. Jo, se kemi dhe Nikol. Një përshëndetje speciale patjetër për Edisën edhe shumë urime. Edisa, nëse do të jepi mundësia të zgjidhje një emision në Top Channel, e ke menduar ndonjëherë kë do moderoje? Mendoj në qoftë se do më jepë mundësia, do bëja diçka komplet ndryshe që nuk është parë, diçka për të cilën unë si njeri që nuk shoh shumë televizion, do merja mundimin ta ndizja televizionin. Normalisht duhet ishte diçka për vajzat, diçka në lidhje me bukurinë, diçka në lidhje me fitnessin, diçka në lidhje konkrete? Jo. Mos të bëj nga këto që kam shumë projekte, Për momentin jam duke shiu pushime. Ka shumë nga ata që thonë kam shumë projekte. Shumë kërkesa. Unë fakt do doja Ramëndze, jo. Jam me këmbë në tokë. Unë do doja një emër konkret, një nga ato emisione që janë ekzistues aktualisht. Mi kujto pak. Te Top Arena për shembull. Top Arena? Shizon Topin, do thoya unë, meqense është tek. Shizon Topin po, është shumë nice. Po, tepër nice është, po. Do ta kishë moderuar. Moderim apo juri? Duke marrë parasysh se unë shquhem për sinqeritet dhe për komente shumë të drejta, mendoj dhe unë që jurinë dhe bëja më mirë se sa moderime. A nuk mendon që opinionisti është pak më vështirë se sa moderime, sepse duhet të jesh shumë konkrete, po ndonjëherë
edhe kujdesshme me ato Mos e treprosh po në komentet. Po mendoj që këtë aftësi e kam. Ajo aty shkëlqen, është shumë e rëndësishme. Mendoj se do bëja pa problem, domethënë, do isha shumë objektive dhe e qartë, se I kam bezdi këto lulet në për emisione, që thuan shumë fjalë dhe në fund ti nuk e thën asgjë. Të lutem thoni diçka konkrete, se mos ta lodhi domethënë me këto klishet. I kemi dëgjuar, stërdëgjuar, duam diçka më konstruktive, më. Unë do të bëj një pyetje nga gjithë vajzat e ekranit që janë në moderim. A ke ti një figurë me cilën ti e shikon edhe inspirohesh? Unë mendoj që e veçanta dhe suksesi është që secila nga ato vajza sjell atë versionin e vet. Dhe më pëlqejnë, dhe pse janë profile të ndryshme, më pëlqen Grida Duma, më pëlqen Luana Vjollca që janë komplet të stile ndryshme. Domethënë secila në atë gjën që bën, mendoj që e bën shumë mirë, kështu që jo, dikë konkrete nuk kam, po që I vlerësoj dhe më pëlqejnë janë disa. Unë në fakt doja të shkëputesha pak nga kjo puna, moderimi, lodhja, gjitha doja të thesha pak tek ato pushime. Tek ato pushime që ishin goxha luksoze, është e vërtetë. Jo, nuk po të ngacmoj të shifra. Pak më vonë, para disa kohësh në trotuar ti ke dhënë një deklaratë se ke qenë në një njohje me një djalë që ishte më I vogël në moshë me ty. Ishte gjë me atë me pushime? Jo. Po pse dikot? Jo, family first. Kështu që pushimet e para që bëra ishin totalisht me familjen, e kisha shumë të nevojshme. Se nuk e di nëse kanë ndodhur vajzave të tjera, por kur dola nga Bigu, sikur u mbylla pak disa ditë, domethënë doja të rrija në shtëpi. Nuk kisha shumë dëshirë që të ndaja sepse duke qenë se aty brenda sado që duket si eksperiencë e bukur dhe është, por ke një lodhje mendore duke u marrë me shumë njerëz. Një pyetje për të gjitha ndoshta nga ju. Duke parë se ekspozimi në Big Brother është I tipit që të gjithë shohin gjithë rutinën tënde nga mëngjesi deri në darkë. Është arsyeja kjo pse kur del nga Bigu ti mblidhesh pak tek vetja jote apo për ty në rastin tënd nuk ka qenë ky? Jo, nuk ka qenë ajo, sepse unë nuk është se kam shumë problem pjesën, sado që jam rob privat, po nuk e kam problem atë gjykimin. Vjen pak me moshën kjo fitimi vetbesimit që nuk të ndikon asnjë koment në rrjet. Ti e di kush je, nuk do ta tregoj një adresë fallse diçka që ti s'di për veten. Ato që kam bërë di më mirë se sa fanzat apo hatersat si të quajnë si doni. Kështu që mendoj që konsumohesh pak sepse merresh me shumë persona. Që ti në jetën reale nuk e pse merresh aq shumë, domethënë edhe për gjën më të vogël dhe me aq shumë njëkohësisht, kështu që kjo është që ti tërhiqesh dhe do pako me veten, me time, aty nuk ka me time. Që ti ke me time. Këto më duke ndaluar dhe pak te Bigu patjetër, edhe tek eksperjenca jote. A është diçka që mbas Bigut ti e ke ndryshuar te vetvetja në tërësi ose diçka specifike ose ndoshta edhe fare patjetër, por që më kanë thënë që kam ndryshuar mënyrën se si jam, domethënë jashtë kamerave që jam pak më e kujdesshme. Si ças veten te të tjerë? Unë jam jo fare ashtu, unë kjo jam nuk e por në momentin për shembull po e marr kot në një restorant, kam qenë pak më e zhdërvjell, tani duke qenë se mund të kesh njerëz që të duan dhe s'të duan dhe të kapin në çdo moment të mundshëm, je pak më e kujdesshme. E vetmja gjë që mendoj që kam ndryshuar është jam pak më e kujdesshme. Por kjo ndodh para, domethënë 4 gotat e para, se pastaj ka me gjithë ngjyrat e mia. Pa filluar me tekila, është. Kështu që këtë gjë tjetër jo, nuk mendoj. Pushimet me të shtëpisë u kënaqa shumë, ai resort ishte shumë i bukur. Ishte një dhuratë që ti ja bëre vetes dhe familjes. Po, patjetër, sepse e meritoni, sepse unë vet nuk kam mbajtur shumë stres për pjesën e Bigut, për familjarët ne e dim tashmë që janë ato që mbajnë të gjithë peshën. Këto bisedat e Big Brotherit ne do t'i vazhdojmë edhe pjesën tjetër, se pjesës së parë erdhi fundi, ju dëgjues. Po, ikën fluturojnë me ne. Dëgjues të dashur, vazhdoni ta ndiqni në Top Albania Radio, rikthehemi pas pak. Shura këtu në She's on Air me gocat tona dhe Salionin. Pashë dhe Edisa, të filloj të ngacmoj pak unë sa duash. Të kanë ngel ndonjë mikë nga Big Brotheri apo? Jo Ela për shembull. Që tek eventi që isha dhe më përkrau, erdhi, më ndoqi, më komplimentoi, kështu që po, mirin do e takoj sa dal nga këtu. Sa do të pyesë? Ja ta mora. Kështu që me Rogertin gjithashtu. Sa do të pyesë? Unë jam kurioze faktikisht me që ke Nikolin përballë. Jo, mos e pritshme për të tjerët. Si është marrëdhënia juaj? Se në Big keni pasur dhe ju ca grisje të vogla, ca debate. Por unë mendoj, kam dëgjuar disa intervistat Nikolit që ka thënë që i lea të brenda
brenda. Tash unë me thënë drejtën me qef e kisha të ma kërkonte një ndjes për atë je vajzë e rrugës, me thënë të drejtën, sepse siç e ke parë, kam dal nga Bigu, unë rrugën nuk është se e kam shumë qef, jam shumë se dia. E kam marrë vesh donë më pas që ka pasur qef. Po ka qef me në shtëpi siç e tha. Du më dal fare. E kam kuptuar. Kështu që por gjithsesi gjë, aty brenda nuk është për të marrë personale. Mu vjen keq nga Bigu i Nikolit që si Nikol, si Egi, nuk dua të keq interpretohem për të është opinioni jot, por zgjodhen të mbanin bishtin e fustaneve të Nuses, të Brikenës dhe të Selinës dhe nuk dhanë diçka të vetën, që mendoj që të dyja vajzat kishin shumë potencial që ta bëshin, domethënë, dhe më vjen keq që edhe luftrat nuk është se erdhën personale, se sa pse unë isha kundra grupit këtej, domethënë. Kam një pyetje, nëse do ishte fut më herët, çfarë do kishe bërë diçka ndryshe? Asgjë. Ndoshta mund të kisha pak më shumë terren, sepse terrenet ishin të zëna, e ke parasysh janë ato si ato karriget janë të zëna. Ato në fakt do thoja, se duke parë se përmendet edhe Egin me Nikol. Në momentin që ju keni hyrë në shtëpi, si të thuash, aleancat ishin ndarë, ishte loja goxha e dukshme, grupet ishin gjatë të ndara, duke parë se vajzat mbajtën bishtin e fustanit siç ti the të dy nuseve, po ti nga ana tjetër ke mbajtur denjësisht ama. Nga ana tjetër të lutem. Jo, nuk mendoj. Okej. Mendoj që kam pasur atë dinamikën time, se kjo fjala dinamik gati macaron sa shumë përmendet, por mendoj që kam pas ato, për shembull, unë nuk jam zënë kurrë me Selin, ndërkohë që rria me Mirin, domethënë kurrë. Okej, se kemi pasur sa përplasje, por nuk kam hyrë kurrë në ato debate që unë për shembull kisha debate me Brikenën, ndërkohë që të dy aleatët e mi kishin marrëdhënie shumë të mirë me Brikenën, kështu që unë në asnjë moment nuk kam qenë ndikuar nga nga ato debate. Ato që unë mendoj që në atë logjikën time ose në karakterin tim më binin ndesh me parimet e mia dhe i kam shprehur. I ke parë në Top Arena të dy? Po, pak. Tash mos bëjmë. Jam kurioze të di si ishte reagimi yt i parë kur pe Mateon që sa në Top Arena, sa te Jurian shizon top. Mendoj që më në fund ai ja doli diçkaje që të lulëzoj, kështu që më bëhet qef. Po për Brikenën çfarë mendimi ke Top Arena? Mendoj që është në fillimet e veta dhe do i duhet pak kohë. Pastaj thash, është mirë ta provosh dhe ta pranosh ose jo faktin që bën ose nuk bën për atë gjë. Kështu që ajo e ka si eksperiencë të re dhe the pak më parë që jo të gjithë meritojnë të kenë një mikrofon. Meriton Brikena? Tani nuk është një moderatore me eksperiencë, nuk është quajtur kurrë për elokuencë ose për oratori, kështu që më aq sa ka në tip. Është në formatin e vet. E ke parasysh ajo Brikena, unë kam thënë memeve, kështu që dhe aty është okay me atë pjesën që po jep. Nuk keni rastisur më pas daljes nga Big Brother, apo të keni pasur një bisedë me njëra tjetrën? Vetëm tek Henry, pak, dhe aty tentoi të bënte ca batuta nga ato të vetat, po që normalisht. Faktu ne mbaj mend në post Big Brother ju keni pasur goxha gritsi le të quajmë kështu, ëh? Po, sepse po i thoja që Big Brother i ka mbaruar, domethënë duhet ta i kalojmë. Jo, përveç të i kalojmë, po dil pak nga i personazhi që kisha aty dhe hajde të jesh kush je në fund ditës, e bëra atë personazhin shumë mirë. Në këtë pikë që jemi mendoni që Brikena ka dalë nga personazhi? Tashi me sa mora vesh edhe në zyrat e korridoreve, asnjëri nga ato nuk ka dalë nga personazhi, mua më bëhet shumë qefi që më ka një natë, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë domethënë njerëzit e fortë sulmon, kështu që mendoj vetëm shumë të fortë që njerëzit më trëmben akoma. Mu më vjen mirë kjo gjëja, nuk është se më bezdis as pak. Po nëse të ftojnë në emision, do shkosh ti apo trëmbesh nga kjo? Patjetër. Me kënaqësi. Unë mezi po e pres, po nuk e di pse nuk po ftoj diçka ka këtu. Unë mezi po e pres. Pse nuk po ftojnë kjo po më bën habi. Jo, nuk kam asnjë lloj kështu në problemi, sepse unë nuk kam gjë për të fshehur. Dhe kjo është ndoshta. Jo, frikë jo. Shumë larg me. Frikë për shembull mund të kem frikë, ku di unë, detin, peshkaqenin, po njerëzit jo. Po nga ata të dy, kë do zgjidhje ti që të intervistonte ty, Mateun apo Brikenën? Kushdo që ti lindi dëshira e një përballje, për mua është okay. Pra, në rreshta
Në rreshta ajo do të thotë problemi është i tyre dhe jo i Jo, me sa kuptoj unë me këtë fjalën përballje, ju nuk e keni shishuar akoma gjithë problematika tuaja. Unë nga ana ime të mbashmëri për Big Brotherin më duket pa sens, me thënë drejtën, pavarësisht se gjë. Çfarë thuan aty brenda, mos bëjmë sikur nuk i mendojmë, mos t'ia lejmë çdo gjë se kemi faturuar këtë, ja faturojmë lojës të, jo, sepse ti ca mendime ke personale. Mos të them mbi 70% të gjërave ti i mendon realisht, mund të jetë një 30% që është pak lojë ose pak strategji ose pak show. Por ato mendimet që i kam pas i kam, por thjesht nuk më interesojnë sepse nuk janë pjesë e jetës time më ato njerëz, kështu që nuk ka pse të më ndikoj më Bigu apo njerëzit e Bigut. Shumë gjëra janë thënë brenda në Big Brother, mirë që jemi tek ato çfarë ne ja faturojmë lojës. Thën nga ato çfarë ti përmende më parë. Mendon që i detyrohesh dikujt një falje për çfarë ke thënë në Big Brother? Mendoj që kam qenë shumë e kujdesshme dhe kam kafshuar shumë herë gjuhën aty brenda dhe jam mbajtur për këtë vetë kontroll. Nuk besoj se kam ofenduar dikë. Me thënë drejtën, me sa mbaj mend se aty në herë dhe tikën pak në një fjalë, fundi unë. Por që do i kërkoja falje në qoftë se i kam bërë të ndjehen keq. Unë jam njëri empatik, domethënë, dhe mërzitem dy fish në qoftë se mërzis dikë tjetër. Kështu që e di që disa njerëz aty brenda janë bën ndjesh keq, por Po ndonjë pengë kështu nga gjithë rrugtimi? Jo. Unë përgjithësisht në jetë nuk kam pengje. Jo me një rrugtim Big Brother, nuk kam, jo. Edhe një herë prapë soi do e boja. Ndoshta edhe pak më keq. Edhe më keq. Pak më fort, se mora pak but sepse ishte përballja ime e parë me kamerën, ishte përballja ime e parë me publikun, me impaktin e njerëzve, kështu që e tërhoqa ai çik. Por tash që e pash që e mbaj. Pse jo? E disa me vërtet pyetja $1 milion që nëse të jepet mundësia ta ribësh përsërisë eksperiencë, do ta bësh? Që ty nga fillimi. Nga fillimi, me thënë të drejtën, ato 4 muaj janë pak shumë. Të frikshëm janë vërtet. Janë pak shumë sepse ti, për shembull, unë kur kam dalë aty, kam dalë duke qesh dhe më duket se kisha dalë nga burgu. Do të thënë, disa lart të duken ty njerëzit e shtëpisë ose njerëzit e dashur të ndan një mur dhe disa kamera, po ty të duken në hapësirë nuk e di sa kilometra larg. Kështu që nuk e di në qoftë se do e bëja dot 4 muaj, por 40 ditë sa që bëra, do e bëja prapë dhe do e bëja dhe më interesant. Para disa ditësh kemi pasur këtë storyn. Jo, nuk është, do me thënë, ajo jam unë, si fillim, ajo jam unë me balluket e reja. Doja ta dija, mos ndoshta ishte ndonjë ironi, Ajo, një sekond, ajo jam unë, balluket e mia të reja, kur zjo nga gjumi jam ma shumë, ndërsa për pjesën që thojnë, më bëhet qefi që marr kaq shumë komente që ne s'të besuam në Big, por ja që fjalët e tua dolën Kodi pyetje kam unë kështu, rasti, po ato negative ti nxjerr? Nuk e kam fare problem as për pjesën negative. Madje kam ndonjëherë përballje personale aty në botë. Ty nis debat, hajta kona live. Ja, debate. Do të thënë, dhe e dikush është e lezetshme që për shembull ke njerëz që në fillim të ofendojnë ose ashtu, pastaj ti kthe përgjigje dhe thonë, "Ngjose, jo që un kam mendim të keq për ty." Zbutem pak. Nuk jo vetëm argument, po besoj se po bëj kështu tash s'kam bas që gabimet për njerëzit janë dhe bëjmë gabime. Por nuk mendoj që kam bërë ndonjë gjë gabim në Big Brother, kështu që. Nga familjarët e tu, ka pasur për shembull dikush që mund të ketë thënë që këtu ke bërë gabime disa? Me thënë drejtën, kur kam dalë në fillim fare, po më bëshin aq shumë komplimenta, do të thënë që ke dalë shumë mirë, bravo, na ke ashtu, sa edhe unë, tash më thoni të këqijat, lutem thoni të këqijat, dhe nuk më thani të keqe, kështu që përderisa akoma dhe sot më kanë thënë që na ka pëlqyer shumë Big Brother. Disa njerëz thonë për shembull, po e marr parukierat e lagja, na të njohëm, se je aq, domethënë, mezi flet kështu në përgjithësi me njerëz që nuk njoh, jo me njerëz që njoh. Po përsa i përket formatit, aju besohet, më fal, aju besohet që fluturoi prap koha dhe iku dhe ke pjesë e dytë. E po, ne do vazhdojmë prapë bisedën. Hajde edhe këtë tjetër. E disa do ta mbajmë prapë këtu se biseda do vazhdojë, na ndiqni sërish edhe rikthehemi shumë shpejt. Dhe ja kur jemi rikthyer këtu në Shizon Air, në valët e 100 FM të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Biseda këtu me Edisën do të vazhdojë. Ne është në fazën kulminante, në kulmin e djegjes. Ne komentuam pak a shumë një story tënde, po kemi edhe një foto tjetër, Gjellet na ndihmoi edhe atë donim ta komentonim për kërkesat që ti ke, kërkesa të çuditshme. Jo Hermes, jo Chanel, po do kafsh. Ku isha, kishte një farm, domethënë një ferm të vogël
vogël që supozoj që të shkonin fëmijët, por unë ai shumë më pëlqeu, sa mos kam ikë 3 ditë rresht, domethënë. Dhe kuptova që kam një debulesë për këtë lloj kafshë, kështu që pse mos i kem. Po shiko, nuk janë kërkesa, domethënë në imatën e gjatë. Një ketër, një dre. Po mirë, unë pyetja ime është ku do t'i fusësh? Me dikush që më mendoj. Më fal se duket shumë naturaliste, po ke harruar të shtosh tokën ku do e bësh. Po kecin pse pash zotin? O sa i bukur që ishte. Nuk e mbaj atë foton me kecin? Ose atë. Ma trego. Se mos nuk është kec edhe. Unë zakonisht i ngatroj kështu qingjin me kecin. Ai të çon Luandër do. Kec, jam me sigurt që është kec. Prit. Si quhet mamaja e kecit? Via. Ama po kec. Një kec e ka. Lezet. Pastaj kjo është një foto që më pëlqen. E mirë heqim dreu. Majve këtë dreu. Ne je pa nga kamera ta shohim. Ku është? Ja, aty. Kështu që prandaj do një kec. Do t'i plotësojnë këto dëshira, do i marrësh tani këto kafshët, si shkoj muhabeti? Ngjo, kam përshtypjen që do mblen një herë që ta mendoj, se unë zakonisht harroj çfarë duhet. Nesër do t'filla kërkesa ai ashtu. Do nëse vazhdoj ta kërkoj edhe një herë, kam përshtypjen do plotësohen. Nëse do le thjesht me kaq, Disa kujt ja kërkon. Të dua. Ka kërkon. Baba gjyshi. Po sa jone që ndihmon nga përgjigje. Ja sjellë edhe për vitrinë. Solion, po ishte. Mi tashin po të ishte kave. Tani. Kujta kërkove. Kujta kërkova. E prishet tani. Ja kërkova dikujt. Këta e di neve. Dikujt ja kërkova. Do të ta plotsoj? Është njëri partneri jot që i plotson këto dëshirat. Po. Hapsi se vetëm po të sjellit Qa edhe. përgjigje more? Po jeta ime. Pozitive. Un kam një pyetje. Partneri jot aktual është ai djali që na ke folur në trotuar? Nuk i ndroj kaq shpesh, jo. Super. Unë nuk i ndroj sa mbaron bigu dhe kur fillon bigu. Në atë pikë ne kemi qenë në fazë njohje mos gaboj. Njohje, vazhdon të jemi njohje, se të fal. Të lutem duhen 3 muaj minimumi me 24 orë që të njihesh në big. Jashtë nuk je 24 orë, do dhe 3 muaj tjetër, do 9 muaj jam njohje. Më kapi veshe një kështu, se ishte çik gëmbuse ajo. Nuk i ndroj partnerët. Tha, sa filloi para se të hyj në big, kur dal nga bigu. Ka dikush që e ka bërë? Nuk e di, jo nuk e di. Nuk ishte. Po flas për vete. Nuk ishte ndonjë kështu. Ja, me spant, ja. Unë të jam sa di shumë drejt për drejt, mund ta thoja me emër. Ajo ta thot me emër, mbiemër ta edhe story. Si çam tha. Unë pyeta për siguri. Ja. Se fati shumë çifte që u lidhen, u zgjidhen. I shef publiku më mirë. Ata çiftet e publiku, ti shef publiku dhe jashtë, kështu që. Dakor, ne menduam mos keni një emër konkret, Ja. po për sa kohë që ti nuk ke një emër konkret, ne do kalojmë të ngacmojmë pak për Nikolën, sepse ne e përmendëm që ju keni pasur debate shumë të forta në Big Brother, mirë po sot ti Nikolën e ke përballë dhe po i jep një intervistë. Si mendon, si të është, e ke ndjekur sa do pak Nikolën? Po, e kam ndjekur. Si të është dukur? Mendon ti që është Nikolën nga ato që e meriton mikrofonin përballë? Versionin që ka dhënë para jashtë Big Brother më pëlqen shumë i Nikolit, me thënë drejtën. Faleminderit. Një gjë që më është bë qefi është që një debat që ne kemi pasur ka qenë një fjalë që un kam thënë që edukatën ta jep familja dhe dashamirsat, mos i quaj fansat. Më kanë çuar një intervistë tënde që ke thënë në trotuar, më duket që edukatën ta jep familja dhe ne vetë dyja jemi thënë për këtë gjë sepse më ke thënë që më sulmove. Duke qenë situar ndryshe pjesa se nga vjen edukata brenda shtëpisë së Big Brother, por që patjetër që ndrojnë të njëjtin moral dhe ideal me ty që edukatën ta jep familja, kështu që domethënë për atë që ne patëm debatin më të madh, Nikol ka thënë të njëjtën gjë, patjetër i qëndroi, thjesht nuk kanë qenë fjalë edhe pjesën që më ka thënë një rrugës i kam thënë ke pa rrugës. Unë nuk e është për es ja ruan këtë gjë. Jo, me Paqe tash, paqe. Jo, ka diçka që një vajzë të re që po mundohet të krijojë një karrierë në televizion apo kudo, që po mundohet të ketë një startup, nuk mund se domethënë vetë se ti uroj suksese. Është e kohë që unë të vi këtu tash të mbaj mëri. Sepse është kjo arsyeja apo sepse jam unë? Mendoj që nuk i kemi pasur aq personale, pavarësisht se kemi pasur të forta, por kam empatinë që të kuptoj dhe pak vajzat më të vogla, duke qenë se kam motra më të vogla dhe e di që ndonjë gjë e kanë dhe të moshës. Patjetër empatinë e të qenit person patjetër e kam pasur dhe unë. Jo, përveç kësaj, po disa që unë mund t'i quaj gabime, ja le dhe moshës. Kupton që po më duket si një mini prime. Vogël.
Normalisht. Shumë i qetë, Po, Është goxha. Na keni parë ndonjëherë në kështu përveç se 2 ditëve të para aty brenda. Ka shumë jemi zëneve se mbajam. Unë 2 ditë mbaj më të kështu. Ta shikon pyetje, kë nominot tani. Ktu nga Nëri gjithë. se kanë mbaruar nominimet. Okej, midis dy vajzave që ti ke pasur debate shumë të forta, Brikena dhe Nicole. Janë të dyja moderatore momentalisht, ti ke pasur një eksperiencë vetë si moderatore. Patjetër që nuk doja të bëja krahasime, por midis atyre të dyjave me aq sa ti ke ndjekur, kush të duket më e aftë në ato që po Nicole më bën? duket më shumë vetvetja në këtë që po bën. Domethënë më duket më në comfort zone dhe bën Faleminderit. shumë lirshëm, ndërkohë që personi Thank you. tjetër No, mund t'i appreciate it. duhet pak kohë më shumë që t'ja marrë dorën ose sa Mirë, merr gjithsecilit kurrë, se vetëm. varet është. Le të supozojmë për një moment që ju ndroni vendet. Nikol ju është e ftuar dhe ti je në moderin. Çfarë pyetje do t'i bëje? S'm kishte shkuar mendja çfarë pyetje do i bëja, nuk e di. Jo, me spec, a vazhdojnë në shoqëritë që ke pasur në Big jashtë për shembull, me Stenaldon. Po, madje kam dashur edhe ta them Me ty se Stenaldon, e di që ka qenë informacion me rëndësi. Jo, me rëndësi, jo ta aq të drejtë. Se mund të sa ishte mund pyetja djelim kapi. Fushime nuk është se nuk kapi nga. Patjetër, shoqëria vazhdon, po. Po aq e pasur sa ishte dhe aty brenda gjë që Edhe një ne pyetje kemi tjetër. thirr aq. A je bë pishman që ke hyrë me parajgjykime nga jashtë dhe Nuk kam hyrë me parajgjykime nga jashtë, por që nëse quan të tillë po, jam më pishman për parajgjykimet që kam pas nga jashtë. jo, nuk e kisha personale timen, do Jo, për ty s'kam pas parajgjykime nga jashtë. Ta them realisht me që me parajgjykime nga jashtë në kuptimin që doje mu duk sikur doje të pozicionohesh tek ai grup që jashtë supozohej që ishte pozitiv Gjë që unë nuk u pozicionova dhe thjesht krijova pozitiv, janë vetë shpallur Queen, janë vetë shpallur ku di unë, këto vetë shpallur pozitiv. Nuk mendon Mendoj që ishin pozitiv, po. Mendoj që shoqëria që unë krijova nuk me e kam- anën pozitive ishte nuk e e kam tillë, por aty. nuk kam hyrë me qëllim, absolutisht nuk kisha hyrë. sepse se tash më jemi ta këtu, thash, flasim bashkë normalisht. më merdi keq që nuk dha diçka më shumë nga vetja se sa ishte koha jote, domethënë. Ju rikthehem përsëri asaj që gjithsecilit vetën edhe. Rëndësi ka Sa që diplomate janë vajzat. Jo, po mendoj që çdo kush zgjedh të tregoj një version të vetin në televizion, qoftë sot në radio, qoftë aty në jetën reale dhe secila nga ne zgjon dhe tregonte atë version të vetes. Nikoli është natyrë më rezervuar në përditshmërinë, kështu që Okej, aty ka qenë një pak më balans, aktive. po. Pa, është Një me balancë. balancë atyre dy ekstremeve ndoshta, po që kënaqësi që. Për shembull, mund ta edhe kemi një një pyetje bisedë tjetër që normale, unë aty patjetër. brenda Nga mundova një të bë, tre jep. pyetje. Na e mori. Te di sa direkt. Për shembull, unë të kam dhënë një indicie aty që ne kemi shoqëri të përbashkët jashtë. Dhe ishte që unë nuk du, vlerësoj shumë. që unë nuk du debat me ty sepse nuk e di raportin tënd me shoqërinë dhe unë i kam vlerësim ato njerëz aty jashtë. Patjetër, gjithashtu Çfarë të dhe thanë unë. ato kur po domethënë mbasi Ta them dole. pastaj se është çike rënd. Ashtu, wow. Tani apo të afërmu E pra, se këto do pyesja rënd për kë? Pastaj që na rënd për Edisën? se ti do të Se ka problem mund ta Pak nga të dyja. Mendoj që të dyja mund ta kishim trajtuar somehow else, ndryshe situatën patjetër, kështu që me ato gabimet apo të mirat tonat e nxorëm situatën, kështu që Për vetëm vazhdoj të them që s'kam pishmallëgjë. all good. Ta zbusi Unë ta Përsëri, zbusja gjithsecilit veta. E disa na bëre 3 pyetje rrufete, erdhëm kështu vet nuk tu desh fare as Ja, ka ja. leta si gjë. Domethënë, do vije këtu në podcast tek ne? Pse jo? Kuj doja merrje vendin? Jo. Hajde tani. Kush do e lironte vetë. Shpeleta jo. Do lirove, po pa kush. Hajde Lale. Si ndjesh? A ndjesh vetvetja, nuk ndjesh pak keq tu? Pa, jam pak. Një kik vetë. Kishte qenë edhe i çun tjetër, mirë ishte qenë vallai. Po un kam një Mos e problem. gjoni, nuk dua. Të gjendem shumë Podcast. Po që gocat më duan më respektojnë edhe unë i duaj Po gjithë këtë çun se mos duhen mos respektojnë. Mirë vetëm se ka po të ndoj çun tjetër konkurrencë pastaj. Kush do ik nga ju? Çunat e tjerë janë xheloz për ty. Varet si e shef konkurrencën, se konkurenca edhe të ndihmon të ngrihesh, e kupton. E disa kuj doja zësh vendin. Me mua pra e ka e E tash mua më pëlqen Ti je shumë podcasti juaj dhe me vërtet unë ndjek e mirë dhe domethënë duket si një bisedë shumë shoqërore. Edhe Por shokësh. unë jam një njeri që e dua pak atë hapësirën time pak më të madhe. Do veto, nuk e do me Kështu që gocat me e tjera. kënaqësi. Mika kishe zgjedh një pra me që. Mund ta bëj me dikë tjetër. Atëherë, nga ne këtu zgjidh dikë që të bësh podcastin ton. Prap, do atë që hoqja atë që mos dri. Bravo. Mos dri ka E disa të kaloj te një pyetje tjetër me specie. Ti ke pasur përplasje dhe me një person tjetër me motrën e Mateos.
Tani I keni sqaruar këto zënkat tuaj apo them? Keni pasur një sqarim? Zënkat. Tani ajo në Big Brother nuk ishte, ajo ishte goxha e rëndë se çdo gjë që mund ndodhi brenda. Ka diçka që familjarët e mi nuk I keni parë mas një intervistë që të bëjnë, domethënë, një Big Brother jashtë. Dhe mu kjo pjesa që të marrësh vëmendjen e një familjare për disa klikime apo për të bërë ti Big Brotherin tënd jashtë nuk më duket as pak. E disa të lutem, dhe një pyetje, domethënë, ty çfarë pune të prishte ty personalisht që mori ajo vëmendjen? As pak, po mos a marrë në kurriz. Jo, nuk ka qenë për vëmendje. Jo, ka qenë sepse vajza kishte bërë disa komente në për disa faqe, domethënë gjatë kohës që unë kisha qenë në Big Brother, ajo kishte dalë me zë, me shkrim, nuk e mbaj mend me çfarë se ma kanë dërguar, kishte dalë dhe kishte bërë deklarata, e pim bash kafe, me bëjmë bash të. Domethënë fal, unë jam një person që kam Big Brotherin tim brenda, ç'duhet ty që merresh me. Disa, me sa kuptojën ti e ke në kuptimin që nëse aty brenda lojës diçka justifikohet në kontekstin e lojës, çfarë vjen nga jashtë nuk është se bën ndërhyrje, nuk ka justifikime. Nuk ke pse ta bësh dhe më duke pa vend, domethënë kjo gjëja. Dhe kjo ishte ajo, nëse ti do një reagim, unë ta bëj dhe personal, sepse ti po e bën personal, unë tash që kam dalë ta bëj dhe personal dhe nuk kam asnjë problemi me këtë gjë. Nuk mendon se duhet I kërkosh një ndjesë se ishte pak si shumë personal? Jo, as pak, ato ishin screenshot. A ishte më shumë kthim monedhe apo thjesht do e kishe bërë gjithsesi dhe nëse nuk do ishte postuar diçka më parë? Pra kishin qenë vetëm deklarata dhe jo më tepër e shpërndarë. Ndonjëherë njeriu duhet ta kalojë çik në lëkurë që ta kuptojë tjetrin, kështu që në momentin që bëjnë akuza, është mirë që t'i hanë dhe herë vet akuzat edhe të tërhiqen pak në disa ke dashur ta vesh. E di çfarë doja ta sillja duke parë se pak më përpara. Dhe nuk ishte diçka që unë stisa, më fal. Ishte diçka, një bisedë jona që një kundërpërgjigje? Kundërpërgjigje, mbaj mend që më ka kthyer përgjigjet dhe kam kthyer përgjigjet aty, domethënë në screenshot, kështu që. Në rastin e Nikol, thej që jam dhe pak më shumë empatike sepse e kuptoj nga mosha, gjitha disa gjëra janë të moshës, nuk ishte dhe kjo në rastin e Ajo përveç moshës, Nikol nuk e kishte kohën aty brenda të mendonte sepse është jeta shumë e shpejtë dhe nuk mendon. Prandaj kuptova kur fole për eksperiencën e kohën që ndërkohë që ajo jashtë e di reagimin e publikut dhe pastaj lutem, pse po merrni kaq shumë kohë për këtë temë? Unë flasim për diçka tjetër dhe nuk është dhe më ngjall kaq shumë interes. Nuk besoj dhe njerëzit kaq shumë interes për këtë gjë, kanë vërtet kaq shumë interes. Në fakt, fatkeqësisht edhe kanë, se për sa kohë që preken personazhe të njohur, edhe veçanërisht kur përzihen edhe njerëz unë kur kam dalë nga Bigu, babai im më thot diçka që e di sa të lutem, unë me babain e Mateos njihemi, nuk mund të them që janë miq të ngushtë, por Elbasan, domethënë njihen. Dhe ma kërkoi me shumë mirësjellje që nuk I di këto gjërat e juaja tha të lojës, jo të lojës, tha se nuk më intereson, tha unë nuk dua sa asnjëri nga ne nuk do që të vihet në siklet që fëmijët, kur më tha fëmijët, po vinte për qesh dhe në 30 za fëmijët, të kenë të tilla debate dhe është koha që unë t'i shuaj një herë mirë sepse para prindërve dhe nuk I kuptojnë dot as tot televizionin, domethënë është e kot, kështu që unë për hir të misisë atyre nëse më duhet ndjes, nuk e ndjes se më bën gjëra që ashtu nuk jam unë, jo, absolutisht. Ajo mori atë që dha dhe unë e lash aty, por nuk e di se kanë lënë tjerët aty që në përgjithësi ama je natyrë që fal. Apo e rimendon gjithmonë? Unë jam natyrë që fal. Dhe më pëlqen që të fal sepse nuk të jap të njëjtën mundësi herën e dytë, siç ta kam dhënë zemrën herën e parë ose atë nuk ta jap, po domethënë je pak kështu në lup, nëse herën e parë jepem shumë me pastërti herën e dytë je pak në lup, por patjetër që mendoj që falja, mirënjohja janë ca virtyte që nuk janë kur me tepri. Shumë e vërtet. Koha na fluturoi përsëri dhe unë përpara se të përshëndes Edison, doja të dija Edisa deri në fund të këtij vitit, kush është synimi jot? Si fillim, kam nevojë të shijoj pak verën. Unë vdes për verën, për plazhin, për pushime. Dua të mendoj një projekt që ta bëj me qef.
jo diçka më shumë. Unë nuk jam njeri që më pëlqen të bëj të jem edhe një më shumë. Duaj që të lej një shenjë në gjën më edhe të jetë gjë e vogël, nuk është e thënë që të jetë një gjë e dimensioneve të mëdha, po të lej një shenjë, të jetë një unë, një Editha, një person domethënë që mbahet mend për diçka, kështu që nuk e di nëse në televizion apo në biznes, sepse tash këto projekte najer janë, se nuk mund të them që jemi njerëz pa ëndra, se vjet thjesht njëri pa ëndra, por diçka konkrete nuk kam përveç për shembull emisioneve ose projekteve kështu për revista, për këto gjëra. Tani komplimentuat për veshjen, kështu që unë vazhdoj të vishëm bukur. Një gjë shumë e mirë që ti do bëje. Vera është përpara, ndoshta ato dallgët e ditit do të të frymëzojnë për të bërë diçka në fillimin e sezonit tjetër. Unë vërtet të uroj shumë suksese në vazhdim. Faleminderit. Tani on flasim për një projekt. Ne kemi shijuar vërtet shumë këtë bisedë. Pa ishte madje edhe unë. Kështu që Nikol bën kohë sepse kur kam dalë nga Bigu, kur kam dalë nga Bigu, hajde bëjmë një podcast. Dhe kam thënë, "Haj Nikol." Dhe të kam thënë përshëndetje, Editha si je? Dhe Nikol kur erdhi ditën nuk foli më. Sepse nuk jo, në fakt, a ka qesh. të kam qesh, nuk e ke pasur mendjen, po me përqafimin e sotëm besoj dhe bisedën e bukur. Po shumë bukur. Pra e bëm një blesëri tjetër dhe pajtuam të tjerë. Kështu që përshëndesim Edisën, ne do të largohemi. Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me të ftuar të tjerë. Jemi rikthyer në She's On Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ju premtuam që kemi të ftuar shumë interesant dhe ky që kemi momentalisht këtu në mesin ton sapo ka marrë një lajm shumë të ëmbël. Vedat, mirë se erdhe në She's On Air. Përshëndetje Vedat. Urime një herë për atë lajm aq të bukur që ndatë edhe me ne. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që jem këtu. Domethënë është një prej emisioneve që çdo herë e kam respektuar dhe çdo herë më keni mirë prit dhe publika. Je kështu si shtëpi këtu. Po jam në shtëpi, veç edhe një sobë më duhet atë na. Shiko tani nuk jem më çun vetëm. Të sollëm dhe Vedatin. Respekte. Vedat, si e pritë lajmin? Shiko, kësaj herë lajmi ishte pak më shumë i shpejt, i papritur, të them të drejtën. Po e majtëm gat kohë në fshehtësi se deshmi ta shijojmë këtë moment. Është diçka që nuk përshkruhet se masi që kishmi vajzën e parë, tani këtë tjetër nuk e dimi është vajza djalë, po çka tjetë veç mirë ardh, edhe unë i them çdo kujt se gjërat e bukura ruhen familje dhe në rrethinën e vet. Shumë e vërtetë, përime. Në këto kushte ishte diçka e planifikuar apo ishte surprizë për ju? Shikoj, nuk mund të them e planifikume se në këtë gjë që bëhet asgjë nuk planifikohet. Sidomos kur do ta planifikosh, ne thojmë Zoti nuk ta jep. Dhe gjërat e mira vijnë vetë me dashuri. E kemi pa me dashuri dhe me shumë gjëra të mira. Po si keni marrë vesh lajmin në fakt? Si ka qenë për ju të dy? Po shiko, lajmi erdhë pa prit pa kujtun. Është ajo periudha ku vajza i prit ato simptomat e veta. Okej. Se unë po prisja për shembull akoma dhe thoja me vete se na thonin kur ishin fëmijë që po lajmi na solli Leleku. Leleku. Edhe ishte një moment me të vërtet Rojla pak, jo që u mërzit, se mërzia shkon me gzim dhe gzimi shkon me mërzi. Si e brendshme. Tani sapo lindi, domethënë ishte baby shumë i vogël dhe më njëherë mendimet shkojnë, stresi vjen, çka kena me bën, po e morëm me shumë dashuri, meqenëse unë i du penj sa 6-7 fëmijë. Po mirë, fëmijët do rriten bashkë, pas kena diferencë, ka 8 episode këtu. Videoja që keni ndarë me publikun, është video fiks në momentin kur e keni marrë vesh apo është thjesht një xhirim që juve doni ta ndanit në këtë lloj mënyre me publikun? Jo, në videon e kena bërë shumë mas kohe dhe dashmi se filluam të dalmi na për rrugë dhe Okej. Dhe baby nisi të rritë dhe para se ta ndaj dikush videon ishme me një vend shumë të bukur ku shpesh herë shkojmë me mu dashuru më shumë sa i vend na jep pak dashni, na jep është një vibe që herën e parë kena takuar në çat vend, edhe kena qef ta shijoj momentin njëri me tjetrin. Speciale dhe ekipa aty na kanë prit ekstrem bukur, na i bën anketë ato qefët e tona. Hajde tham ta bëjmë një video. Një video në të cilën ne gjendemi. A dihet që një baby? Nuk dihet ende, këto ditë do dihet, kështu që unë them se harroni du tra vajza. Po pse nuk bëni kështu i gender review? Mos del më bukur apo
Shiko, të them të drejtën e banëm te Sjela dhe tani do të organizojmë diçka për a gjalla çika gjalla. Tani me qefin si ditë ndoshta edhe binesh mund të jetë. Me qefin tënd, do vazhdoje të doje një vajzë apo kësaj herë ta ndryshojmë? Shiko, qefi realisht, unë çdo herë them du t'i kem 3 vajza. Po të qenë edhe gjallën do të vazhdoj derisa t'i kem 3 vajza. Kështu që Zbulimin e Gjinis, ti vërtet vazhdon pa, do vazhdoj Roela në ritmin. kush e vet Roela na vazhdon ashtu unë jam atë. Shiko, zbulimin e Gjinis. Ja, qoftë vetëm me shëndet të mirë Roela fillimisht se ajo. Ti jepi gaz. Shiko, një vetur Çiprish duhet ta rregullosh pak edhe i fut benzinë edhe hez, kështu që Vedat, gjinin e bebit të parë që patet me Roelën e keni bërë tek vajza apo djalë. Eksakt. Keni ndërmend ta bëni përsëri në ekran në një emision? E kena menduar, kemi oferta të ndryshme dhe do ta shohim në vijim se cilën do ta marrim se nëse e bajnë do ta bajnë diçka më të veçantë. Do ta bajnë çish kam unë qef kësaj here. Okej. Unë kam qef sajnet pak më ekstravagante, pak më ndryshe. Ne japësh ndonjë detaj, nëse si ti do të shiroje këtë gender reveal. Po nëse ja detaj na shtanej se lin dikush më merr idenë edhe mazanena, hajde. Unë sa ardhëm printe mi më kanë lindën kështu, hajde kot më kanë lindën me një fjalë vjen me ideja dhe unë kam lind vetëm me ideja siç e keni pa edhe emisionet më hershëm që i kam bë. Jam full ideja. Si kanë qenë reagimet e njerëzve? Po kësaj here te Baby Dit janë më pozitive, meqense është një përqindje shumë e vogël që na urrejnë edhe nuk na dojnë me na po bashkë, se shumë të njëri nuk e ka prit edhe nuk e don mu kon bashkë, ne kam po shpesh na morin mësesh edhe na i besojmë shumë këtij faktit. E çesmi një foto në Instagram, ndark na mu për lau, po se po. Ata e kanë garantuar. Do si kështu një evil eye emoji dhe hiqja komplet. Po kështu ke marr sot hudhër me vet apo? Në xhep ai kam. Po mzirë 3 javë. Jo se pastaj më në sush kështu na çu. Edhe po i hajna kohës funit çat ja më është e vërtet që syri keq inshallah unë sa çdo herë them inshallah Allah i jap gjithkujt fëmijë se është gjëja më e bukur në botë që çdo femër e përjeton, sidomos në qoftë një vajzë e para, dashuria e nanës lidhet shpesh herë me fëmijët e vet. Po në ditën e sotit nuk kanë çat shumë shkabesojna që rrethina jon na dojnë. Dëniherë rrethina jon na shkatron shumë edhe unë duhet sa herë them runu me ato shkahani shkapine se ato më shumë ti din sekretet edhe ti din plagat e mëdha. Nuk kemi asnjëri këtu që s'kemi plaga dhe s'kemi gabime, po çdo gabim bëhet kur ti do me luftu me jetën. Dhe unë them jeta është këtu, unë jam këtu edhe luftojna kundra jetës, luftojna kundra ketëve për me arritën. E kjo është kundra energji. Ka shumë i karikuar. Çdo herë ne karikum. Ne që nuk e shloj. Po ne do na duhet shumë pak të shkëputemi në publicitet, do të kthehemi përsëri, patjetër, duhet në 100 FM këtu dhe në kanalin 10 në digital. Rikthehemi dashur miq. Rikthehemi përsëri këtu të dashur miq në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Ne jemi gjithë vajzat patjetër si gjithmonë me salonin ton dhe patjetër vazhdojmë bisedën me Vedatin, cilin e ndërprem pak nga pjesa e mëparshme dhe po merrim këshilla shumë të bukura për jetën në fakt. Të lidhura edhe me mënyrën se si ti e jeton atë perceptimin tënd në jetë edhe a do mundesh të na jepi ndonjë këshill tjetër patjetër për më vonë për të kaluar dhe se si doja shumë të dija të ka ndryshuar të faktikisht je një baba tashmë edhe se si e ke ndërmarr. Shiko, unë jam i rrethuar çdo herë me shumë rini, edhe sot çiftet pse ndahen shumë se është besimi. Nëse jeni në një lidhje dhe e shihni se ato shkput besimi dhe ti je faktori që e shkput se ti edhe pse e di që gjithçka është e humbur, unë them aty fillon lufta. Cila lufta se krejt luftat në botë kanë mbarim. E vetmja luftë në botë që s'ka mbarim është ai personi me cilin flen ditë e natë. Çdo ditë e ki luftë, çdo ditë e ki mbjetesë. Po pse po flasim ka shumë për luftë, foli pak për dashuri, zbutej si dashuria është luftë. Nëse ti nuk e, unë ta them, nëse ti nuk e merr dashurinë. Po baba për herë të tretë dhe duke folur për luftë, zbutej një çik, fol Jo, unë nëse foli për luftë vetëm zë. Lufta
Shiko, lufta gjëja më e bukur që mundesh ta kesh me çiftin tan. Na I tron me dëgjuesit, ta të rinj do bëhen me fëmijë, luft. Okej, nëse e shkut punën luftë, dashuria vdes. Po vëdat, dhe si duket si life coach apo. Jo, do ta japni mesazh nëse doni dikan shkonin deri në fund qëllimeve të juave pa marr parasysh nëse 99 persona ju thonë nuk ban, nëse ti e ndjen që ban se për vetë të bëjnë të bën për fëmijët e tonë, unë sot nuk bajnë. Në këto biseda lufte, besoj se në 9 muajt e ardhshëm luftë kanë me gjohë plagë. Roela, si po e kalon Roela Shtatzanin? Shiko, Roela me të vërtetë unë kam thonë edhe më herët, më ka beku Zoti me Roelan, se unë nashta më herët ndoshta nuk jam kon shumë çunimi, ndoshta nuk jam kon çun që I kam pas senet më ndryshe, kurse vjen një person në jetë edhe ta ndryshon këtë perspektivën e jetës. E kisha atë rutinën time, shoqëninë, daljet, kurse tash pothuajse 2 vjet e fundit perspektivat e mia kanë ndryshuar komplet. Edhe ato I ka bën me dashuri Roela, nuk I ka bën me forcë, nuk I ka bën me luftë, që thuti luft. Lufta është kjo kur ja ndryshon diku jetën me dashuri. Na tregoj si je ti tani në raport me Roelën, a e bër më I kujdesshëm? Shiko, tani mundona edhe pse dënjëherë ne djemt kemi shumë iniciativa, nuk dojmë të shpallmo, nuk dojmë të tregomu të dopt. Kohës fundit po tregona I dopt se me të vërtetë meriton atë çka e ban. Se qoftë çka qoftë, ne jemi këtu për me domethënë me prodhue. Çka me prodhun duhet me krijuar, se krijesa jon vazhdon, nuk jemi për të ndalur. Vetëm për të shkuar pak më tej, çfarë do me thënë me I dobët? Do me thënë çfarë nuk kupton ti si vedat me I dobët? Po shiko, unë për shembull I dobët ndashni. Më vulnerabël, fjala dur është vulnerabël. Më I hapur? Që më I hapur, ndaj ndjenjes? Shpesh unë personalisht më I nënshtruar. Më I nënshtruar. Se unë më kalove një vend tjetër, ti të nënshtrimin. Ta thëm një sen, ditën e sotit shumë çifte që bëhen për 2 javë, 3 javë, edhe vdesin njëri për tjetrin të du. Unë Roelës nuk t'i kam thënë mas 15 muajve të du. Nuk mundesh me dasht dikan. Ta duash realisht. Se nuk e do ti vetëm të du se je personi, dush ta dojsh me gabime, me të mira dhe me të këqija. Dhe momentin që trupi jot e ndjen me dash dikan çish është, atëherë thuj të dua. Dashuria ndjehet direkt, nuk do ka shumë kohë dhe kalkulime. Jo, shumë gabim je. Shumë gabim. Po si ti mujtesh me dash dikan, mas 2 javë dhe mas 2 javë qera I thu ti idiot, ti I poshtë, ti e kështu, ti e kështu. Nuk ekziston dashuria. Raporti, po shoqëro të drejtën ekziston. Ta themi çik dal se shoqër ishte Roela që luftoi për këtë marrëdhënien tuaj, se ti ishte për ty, aha. Po tash e di për çka ka luftuar, ajo e ka ndjej dhe ka luftuar. Po pra, po ajo e ka ndjej, është më e thjeshtë se aq. Këtë po them. Ju luftuar për një djalë. Bëni ca kalkulime në kokën tuaj, ka luftuar për njëri tjetrin. Ka luftuar për një djalë që I ka thënë të dua mbas 15 muaj, e kupton? Unë tani dua ndjesi. Unë dua ta di. Reale 100%. Kjo është e bukur. Po Roela kur ta tha të dua? Roela më ka thonë mas 14 muajve. E ka thënë që në emision. 15 muaj në 8 ditë. Roela ta ka thënë që në emision që jam e dashuruar me Vedatin. Roela u dashurun Vedatin që njifke edhe më prapaskejna, Vedatin që njifke me të mira e me të këqija, edhe më pranoj se çish ishte. Dhe me kalimin e kohës, me kalimin se njëri pranohet çish është, dhe nëse ti do me ndryshu njërin, atëherë ti dush me bon gjithçka që mu përshtat. Nëse unë e du që këtë televizor apo çka është radio, edhe ajo nuk e do, po edhe ajo duhet mu pajtu me mu se unë e du. Po patjetër, po jam kurioze, çat mungonte ty që zjati 15 muaj për të thënë të duaj? Çat mungonte? Shumë sene. Shumë sene. Ajo pas ka njoftë në të mirat dhe në të këqija në emision, ti se pas ke njoftë atë. Jo, unë e kam njoftë edhe unë në emision edhe provokimet që ja kam bënë sot I lipi halal se unë e kam bënë. Mungonte për këtë të duan. Mungonte, domethënë, derisa arrit ata, domethënë ta kuptoj se çfarë dashnie ka ndaj meje, edhe shkanin për meje, domethënë çdo sen që e kam përjetuar në jetën time, ajo e ka marrë 10 fish
me vetin, domethënë ka pas momente ku unë jam kon shumë keq dhe e kam bërë atë tuqajt për problemet e mia, atje kupton se ajo do për një me, edhe çish vepron masanena. Po mirë, ka që i kujdesëm sa je ti për t'i dhënë kohën e dur një marrëdhënie që të konsolidohet edhe të besosh që realisht të do dikë. Ti e besoj Roelën që ta thonte prej shumë kohësh më përpara të dua. E besoje ti kur ta thonte ajo atë gjë? Shiko, unë e kam besu që kur u patkon emisioni dita e fundit e emisionit, edhe një ditë para patëm një keq kuptim atina, edhe prej orës 8 mëngjesit deri në ora 5 Roela ka kajten. Domethënë atje kuptova shumë ku e kam kuptu bashkë shumë që më donë, po kthejna pak në diçka tjetër, kur ajo ma do mu vajzën e parë, si mu kon vajza e ditë, ose vajza vetë, nuk kam me shumë mesazhe të bukura me dhon kur një gruje ta do fëmin tan, gjokin tan. Si mu kon gjoki vet, çfarë edukati jep vajzës time. Domethënë vajzës parë që nuk e kam me ta, çfarë gjëra i ban, mu ma ka thonë këtë dashnien e jetës, çfarë respekti ka ndaj nanës time, mu mi ka thonë tanat mirat e jetës, shka lipi ma shumë. Unë i kam thonë që në fillim kur ma respekton nonën, ma respekton vajzën, unë t'i jap këtë. Dhe është gjynoj Zotit mos m'ia thonë unë gjithçka shka meriton Roela. Tu ke fol bukur, tu na pëlqen shumë. Bone ça bone rregullove. Rrotull. Unë kam të pyetjen, sepse bebin e parë e bën në Amerikë, do lindi dhe ky i dyti po në Amerikë? Shiko tani po e provojna të shkoj unë në Amerikë, po subon në Amerikë mendoj që edhe Roela do e mendoje me lindë tena. Okej. Po u bon, po subon nëse ajo, unë i kam thonë çdo herë, do të isha krenar dhe do të isha shumë i lumtur të kem pranë atëve se me të vërtetë është mbështetja më e madhe që mund të më ia dhoni burrin i grujës në lindje, se aty është momenti na thojna gruaja vdes edhe ringjallët për së diti. Edhe i kam edhe tërqeth na i thojna kur e mendoj mos më shumë me shkuë do të jetë shumë keq për mua, po nëse nuk mundet atëherë do organizojmë diçka të bukur që edhe të lindë këtu na. Kur thu këtu e ke fjalën Shkup apo në Tiranë? Shkup, egal, Shkup, Tiranë, Prishtinë, kemi klinika të mira, unë them se herë klinikat e tona janë më të avancuar se gjithkund tjetër, se këtu janë më rrezikont atë na doktorët. E kopim bebin e çesën, hajde del se bollkin e mrena. Sa vështirë është në këtë periudhë distance për ju të dy? Shiko, distanca është shumë e rëndë, se ka momente që për një me mërzit më të ditë, po jemi në kontakt pothuajse tan ditën bashk, dhe ka pas momente ku ajo më thirr, nuk e lë as di herë me cingron telefonin dhe e hapi telefonin, qofsha me njerëzit, qofsha në takime, qofsha të punue, këtë e kapi meje dhe ajo është mbështetje kur çdo sen i rrim brapa, rrim telefon me babyn, fol me familjen vet. Dhe këto janë do momente që për një me të bëjnë edhe më të fortë, se njëri është më i fortë se guri thehet, njëri nuk thehet. Super, dhe me këto mesazhe kaq të bukura dhe të ndjera nga Vedati, ne shkëputemi për pak dhe do rikthehemi shumë shpejt të gjuhës të dashur. Me një surprizë shumë të bukur. Po. Na ndiqni. Kemi ardhur sërish në Top Albania Radio, Vedat, se si po më duket plako që po e hape se kom hap në herë. Po. Hajde me të mira çfarë. Rastise ti. I pyetje kisha unë, çfarë mendoj që e ka mbaritur kaq fort marrëdhënien që keni pas me njëri tjetrin? Si e perspekton? Gjithë raporti jot Duke qenë se keni qenë në distancë. Keni ngacitur. Çfarë ju ka mbajtur ju kaq të lidhur me njëri tjetrin? Dhe rikujtoj që e keni nisur marrëdhënie me shumë vështirësi, ëh? Gjëja që ema një lidhje në distancë dhe e kisha një koment shumë të bukur e shpërndova para një kohe, është sinqeriteti. Se para se të kesh dashuri duhet të jesh i sinqert. Kjo është një gjë të çdo çift, se kur je korrekt dhe kur je njërë i drejtë në veten dhe besimin e kin vet, domethënë është sinqeriteti që na ka mbajt bashk dhe është dashuria që ka ardhur mbrapa. A ke qenë ti i sinqert në këtë marrëdhënie nga dita e parë deri në të fundit? Shiko, unë Roela e din hala më mirë se të gjithë ndryshimin që të stajmë. Unë kam qenë shumë i sinqert, sidomos kohës fundit, prej lindjes po folmi e knejna, jo që jam kohë sinqert, por nuk e njoh edhe veten sa i sinqert jam bën dhe sa gjalimir jam bën, se disa thonë që një fëmijë e bashkon çiftin, e disa thonë që një fëmijë e largon çiftin. Në raportin tuaj si ka ndikuar ardhja e sjelës? Jo që na ka bashku, por na ka bën fizionel. Sa e bukur. Kush është më romantik mes ju të dyve? Po tani kam një zonë korrë, nuk jam kohë roman, unë jam kohë katunore qiku, në ku e di çka është. Nuk kam ditë dosajnë në dasi. A i ble lule ti Roelës? Shiko, lule i blej për shumë raste, se shpesh herë njerëzit thojnë lulet janë për raste
Lule abdesa. Unë jam kundra, nuk ka puna vetëm lule, na i shijojna momentet shumë të bukura, vizitojna shumë sene, shkojmë na për restorante, kalojmë momente të bukura. Kaloni kohë kualitative së bashku. Të shëndetshme. Vizitojna. Shiko, një lidhje është çdo herë të hapësh një derë të re. Shkojna për shembull e morëm me veturën, shkojmë te familja vetë, ka familjen larg, shkojna vizitojna të afërmit, shkojna me net një vikend dikon. Dhe kjo bën që një lidhje të përqendrohet dhe të udhtoj më larg se sa mundesh, se nuk mundesh të shkojsh më larg se atina. Po, përveç fëmijëve, pa i përfshi, marrëdhënia midis teje dhe Ronelës, kush është gjëja më e veçantë që u keni kaluar me njëri tjetrin? Gjëja më e veçantë? Po. Është një moment shumë i veçantë që nuk rikthehet më ai moment. Ishte një vikend shumë specifik, kishim Green Coast. Green Coast. Aty kena kaluar shumë momente të bukura. Ka një vikend pothuajse më i bukur i jetës tonë. Shpresoj që rjetohet. A bën një gjest romantik aty me qira fjalë? Ja, aty romantik jo. Këtë veç romantik jo. Pyetje kështu. Cila është dhurata më e shtrenjtë që i ke bërë ti Roy? Doli Enxhi. Jam pyetjet e Enxhi. Mos e vet një fukarate çfarë dhurate shtrenjtë kam dhënë. Dhurata më e shtrenjtë që i kam dhënë është dashuria e sinqertë që ja kam dhënë. Pikërisht dhe unë këtë përgjigje po prisa. Shiko, Royla nuk ka një person, them të drejtën, materialiste. Ajo është materialiste shumë. Materialiste e kupton fjalën në detaje që unë t'ja jap një buzëqeshje, t'ja kthej mesazhet, ta përqafoj, ta puthi dhe sidomos të shkoj në orar të duhur në shtëpi. Tani ty më fal, ai ti ai vetat ja atëherë që edhe në ato debatet e vogla që patjetër i ndodhin çdo çifti që kërkom falje i pari ose atë pjesën e pajtimit apo jo? Jo, ende ata Akoma gabim vedat. Shiko, unë kokforti, rri kokfort edhe vdes kokfort, po kokaime në shumë raste kam kriju unë atë problem, edhe momentalisht nuk i krijoj mua ato probleme dhe nuk kam nevojë me kërku falje. Po kam i pyetje unë, ti ai që provide për familjen apo i keni përbashkët ta gjona? Si? Që jep për familjen. Ku di unë, ana monastare. Sigurisht, të ardhurat kryesore të shtëpisë i mundson ti apo i keni 50-50? Jo, s'ka të na 50-50. Domethënë senet e mira unë luftoj domethënë për çdo sen për shtëpinë time. Por Royla është, ta them të drejtën, Royla është më detajiste dhe punë të shtëpisë dhe senet gjërat të shtëpisë i ban pothuajse kish. Shpenzon Royla shumë? Shpenzon shumë Royla? Për familje shpenzon shumë. Po për atë po pyesim dhe ne. Për vetë tani për vetën duket e ka harru veten aq shumë që shpenzon për babyn, aq shumë që çaq tesha që i kanë bler rroba i thënë teshave na që ndron 2 herë 3 herë në ditë, i shijon momentet më të mira me familjen e vet. Edhe kjo është një person mu ka pëlqyer shumë Royla se i vlerëson familjarët e vet, eventet familjare, është detajiste për familje. Tani me që jemi te familjet, më mirë shkon ti me familjen e Roylës apo Royla me tëndën? Tu dijat. Jemi, domethënë njëri për tjetrin. Unë e çoj mirë me familjen e vet, se jam një njerëz që foli shumë, ato nuk janë mësuar me pas dikan që fol shumë. Life coach. Unë e baj ta harroj. Royla me vjerrën. Shumë bukur. Bile ishte një moment ku ma kanë qenë foto një ditë, është pazari vjetër, edhe nëna është pak në kohë, edhe Royla e kishte barkin hakaret edhe plus e kap kënanën time për dorë duke u shotitër me shkumi bledë rrobe. Ishte një moment, du të them, shumë i veçantë edhe emocional, se janë disa momente i kupton me kalimin e kohës çka një njeri ngjen për dikan që nuk e njeh. Kush është më xheloz nga ju të dy? Po, diskutohet. Ngrihet dorë, ngrihet. Po ngrina kompletone. Se diskutohet. A qëndron vetëm tek xhelozia apo kalon pak në nivele edhe të fanatizmit? A quhesh fanatik ti? Nëse ka diçka që mund ta kesh ndryshuar tek Royla? Isha. Ta them të drejtën isha, po. Fanatik isha. Në sport. Po. Po shiko, me veshje ka pas të bëje pak, po ndërsa se Royla ka këtë bukur thotë shpjegoma një gjë se unë nuk e di. Shpjegoma një gjë dhe unë masane e kuptoj dhe nuk e bën atana. Edhe kur tani kena gjetë gjuhën e përbashkët, nuk kena kohës fundit nuk arrismi mund te këto debate. Unë më të them
unë shumë menoj shka thojnë tjertë, se jam me një ven që ende shifën këto sene, janë do sene që du t'i baj, dashta du t'i baj, se nuk kam qare, për shembull ki disa kafe, ki qef qkojsh me gryën tonë ati, i thëm nuk mujt me shku këtu se ka veç burra, edhe është pak turp, ti thosh një personit nuk mujt me hin kafe se janë veç burra dhe nuk e kupton pse. Tani vedat, neve jetojmë 2026-ën. Ju në Shqipni jetojnë 2050-ën, jo në 2026-ën. Tani një gocë, ajo dhe Roela jeton më Amerike kur e mendon. Pikërisht, domethënë është komplet një tjetër lloj lifestyle. A se ke menduar të shkosh dhe ti në Amerikë edhe të krijosh dhe ti një mendësi pak më amerikane? Shiko, ndryshojna mos e keq kuptoni. Për shembull kur vim në Tiranë me net një vikend, adaptolna. Edhe unë sa thëm ti duhesh të adaptohesh nëse do ta kesh një marrëdhënie të bukur. Unë nuk muj me shkushti kundra këtë njerëzve. Po mirë, se ti nuk adaptohesh me faktin se Roela po marr rastin e veshjes, vishet në këtë lloj mënyre, sepse ti u dashurove me Roelën, të veshur në ato mënyrë. E ka ndryshuar shumë ajo veshjen. E ke një vend re? Do të thotë që të ka dëgjuar ty Nuk ka që më ka dëgju, e ka kuptuar. E ka kuptuar rëndësinë se ku jeton. E ka kuptuar, domethënë se është Sanina unë e keq, se tëna nuk ta thoj ne këshire gryën tonë. Po ku shkosh në kafe, ku shkosh atëna, ku shkosh te gratë, ku shi. Po mirë, pse nuk krenoheni ju çuna shqiptar, ore se jeni shumë çuditshëm. Kam një femër shumë bukur në krah dhe do krenohem me atë. Ç'më duhet mua se e pa, si filomi zeta. Se ndryshuar un kam këtë person në krah, duket shumë bukur krah meje, gjithë ato. Sa të dush ta dosh Se dikan. duhet të bëhem xheloze ta ndryshoj. Nuk ka puna xhelozisë. Është xhelozia. Roela është jotja, kjo nuk ka diskutim, por ne do vazhdojmë të flasim për marrëdhënien tuaj edhe pak në pjesën tjetër, sepse ka ardhur momenti për një hapësirë të shkurtër publicitare. Ju vazhdoni që ndroni me ne, mos u largoni. Dhe ja kur jemi rikthyer sërish në këtë pjesë me të gocat tona salionin, se nisa kështu do të vazhdojmë me këto fyrjet. Kemi në lidhje Skype një të ftuar shumë speciale që ne mezi po presim ta krijojmë lidhjen me të. Ajo është Roela. Roela na dëgjon? Po, përshëndetje. Përshëndetje Roela. Jam shumë e lodhur se është mëngjes këthe akoma. Është mëngjes ande akoma. Si po shkon Shtatzania? Na trego pak më shumë për këtë lajmin e mrekullueshëm që keni marrë. Me thënë të drejtën e kam pak më të lehtë se që kisha Shtatzaninë e parë, por kam lodhje më shumë. E nuk e di, domethënë s'kam fuqi për asgjë, vetëm dua regjim. Në cilin muaj je njëherë? Na trego pak. Jam në muajin e 4. Në muajin e 4 dhe pas ke kaluar atë 3 mujorin e vështirë. Hajde mbare mirë Roela, mbare mirë, sa më lehtë dhe bebi art sa më i shëndetshëm. Na trego pak gjithmonë ti sa herë je Shtatzan, hikën arratisesh nga Shqipëria. Ç'është kjo punë me ty? Ju premtoj që do bëj pauzë për shumë vite tani. Tani si e përballon ti këtë momentet jashtë Shqipërisë, larg bashkëshortit, Shtatzania të vetën, na trego pak. Shiko, ajo ditë që Shtatzania ndodhi kur kam qenë andej në Shkup dhe ndente aty për 2-3 muaj. Më fal? Po të dëgjoj. Tu jemi. Okay. Edhe ndenja aty për 2-3 muaj me gocën, sa të kalova dhe ato fazat e parë të Shtatzanisë dhe u ktheva këtu me vajzën. Është vështirë do them fundi i Shtatzanisë, se tani e kam pa kollaj, ndihmën më të madhe që kam është mami këtu, prandaj dhe u riktheva këtu sepse më ndihmon shumë me vajzën në këtë fazë që jam unë, sikur kam 2 beba që tani, edhe është vështirë vërtet. Kur e kam marrë vesh për Shtatzaninë, në fakt ishte shok shumë i madh për mua, edhe për Vedatin. Vedati ishte i lumtur, i gëzuar, unë isha si ajo nëna që theja, o bobo si jela, si doja dal, çfarë do bëj, edhe me thënë të drejtën kam bërë ja 3 testë Shtatzanie, kam shkuar te doktori për konfirmim, se nuk i besoj asgjë akoma. Jo, ishte Po si jela ku është tani? Është aty afër teje apo është në gjumë akoma? Në gjumë, do të thënë sa u zgjua se më dha sinjali i kamerës, po sa u zgjua. Roela, ju keni një vajzë, tani me dëshirën tënde, një vajzë apo një djalë? Më them një djalë, sepse djali do jetë për mua 100%. Edhe për Sielën, patjetër. Edhe për Sielën, po Siela ju ta shikoni për pak ka një personalitet të papar, do i raf gjithë çunat e lagjes. Roela, a të mungon shtëpia?
Patjetër që po. Po vedatin? Unë jam në një fazë që ta them pak si kështu, nuk kam shtëpi, e kupton, sepse pak jam këtej, pak jam andej dhe nuk është stabiliteti që akoma kërkojmë. Vedati më mungon në çdo sekond. Unë para një jave, nuk e di a e keni parë hipa avionin, shkova vetëm për 6 ditë. Se ishin ato emocionet e shtatzanis, isha 2 muaj larg këtij dhe duhet të shkoja pak të takoja burrin. Po pse vendose ta kaloje shtatzanin në Amerikë? Si them fal? Pse vendose ta kaloje shtatzanin në Amerikë? Sepse kam ndihmën e mamit. Është vështirë që unë të jem aty me sjellën dhe shtatzan dhe të ngre pesha dhe shumë gjëra që domethënë mami më ndihmon jashtëmase me vajzën. Nuk të ndihmon të mjaftueshëm Vedati, Roela? Si them fal? Nuk të ndihmonte mjaftueshëm Vedati? Po tani ju Vedati e dini pak a shumë si është dhe ai është gjatë gjithë kohës në punët e veta dhe sidomos gjatë ditës nuk mund të më ndihmoj dot siç unë kam nevojë. Unë kurioze jam të di, a është në dieni Vedati që ne po bëjmë të intervistën me ty sot? Shtash të mos ishte pastaj. I lajmëron domethënë, i tregon çdo gjë. Po patjetër. Është buri im, është babai i fëmijëve të mi tani, e dihet, është reciproke. Tani na trego pak Vedati si e ka pritur shtatzanin. Jo e dini, I swear, unë do e them gjëra troç, e ka pritur jo me më shumë gëzim se unë, po ishte i lumtur kështu edhe unë isha në merak. Edhe ai ishte thjesht i lumtur. Është një fëmijë tjetër, nuk kanë pak fut, se kupton. A do ta mbyllësh ciklin me kaq apo ke dëshirë të bësh edhe fëmijë të tjerë? Shiko, është gjë e bukur që po i bëj njëri pas tjetrit, është shumë gjë e bukur se kjo është faza ime që unë tani po krijoj familje. Ama nuk mund të them do bëj stop ose jo, asaj gjëje Zoti e di, siç e di ti kësaj radhe, po mendoj do bëj pauzë për pak kohë, më duhet që tani të merrem edhe pak me fëmijët. Unë fillimisht doja të përgëzoja për atë glow, shkëlqimin që ti e ke në fytyrë në fakt, erëzaton shumë bukur, patjetër. Edhe patjetër do doja të dija edhe pak në krahasim me shtatzanit, duke qenë që është shtatzania e dytë. Deri më tani, a është e vërtetë dhe për ty që shtatzania e dytë është më e lodhshme apo janë në një balancë deri më tani? Është shumë e vërtetë. Unë kur e kujtoj me sjellën, domethënë isha bëja emisione, kam kërcyer për dasma, ngjitja shkallën, ka të tezë, domethënë isha shumë aktive. Edhe me këtë jam e lodhur vërtet, jam e lodhur po për faktin sepse trupi im e kupton nuk pati kohë që të kthehet në ajo Roela e fuqishme dhe më ra ngarkesa me një herë dhe energjia ime nuk është siç duhet. Nuk e di, ndoshta është djalë, se është thjesht më lodhur. Prandaj, do doja të dili aty duke qenë ti e do djalë patjetër, qofti ti apo me gjithë të përkushtim që ti jep për familjen, për fëmijët, edhe gjithashtu edhe për faktin që na përmendë pak më parë që Vedati ishte shumë i lumtur për këtë shtatzani. A të ka bërë një surprizë meqense ti po i sjell në jetë një fëmijë tjetër apo vazhdon ai ashtu qetë? Akoma jo, po bjerni ju në telefon të thoj pak. Në fakt, faktikisht. Ne jo vetëm që i kemi rënë në telefon, Roela. Edhe na u përgjigj. Na është përgjigjur aq pozitivista që tha unë do vi në studio, kështu që mund t'i flasësh vetë nëse ke ndonjë kërkesë. Ku je i gruje? I vjen telefonu të pyet se kam një problem, s'u ta hap tani. Edhe di kush e forta gjatë intervistës e pyetëm, a ke qenë i sinqert gjatë kësaj marrëdhënie dhe na tha po tani sapo e zbuluam që nuk ishte i sinqert. Një shok bardha. Për fakt, dua të di me sa goca ja aty ti. E kemi diskusionin. Mos e vrit me se jam unë këtu edhe nuk le me nova si gjë. Rje qet. E kemi sistemuar, e kemi vënë tash në balancë fare, nuk e vëm dot se këtu janë 5 goca dhe një djalë, po e kemi një për të gjithë. Është e balancon mjaftueshëm. Zesi janë vetë çuna atje. Tani Roela Vedat, e kemi pyetjen për të dy. E keni menduar ju emrin e bebit apo jo? Po. Ashtu. Si vajzë si djalë kemi, qof djalë kam pimoti, e them, qof vajzë kena edhe pak i kena 2 emra. Do na e tregoni. Një nga emrat, ja. Zbulimit të gjinisë.
Shiko, a më duket më të mushun se të me lot. O mushun pak se kur të shoh që shto na të fol mirë për mua, për një vetën si Sultan Sulejmani këtu na. Edhe është e bukur ta kesh. E sheh se fjalët e mia shka fola Parzit, pa i thon hiç, pa kur gjon hiç, dalën dhe kjo janë dashuria e sinqertë dhe e vërtetë. Se sapo më shkruaj ke Parzit ku je urgjent thash kam një problem. Kam një problem bret. Nëse kjo tani nuk e prisja, ju gjithmonë më bëni surpriza mua. Bravo. Po mirë që kjo surpriza të bëhet akoma më e bukur dhe të ngelet mendoj në memorien tuaj për gjatë, po edhe patjetër për fëmijët tuaj. Nëse do mundesh të jepni tashmë tani një mesazh njëri tjetrit, cili do ishte? Mund ta nisim patjetër. Ose një premtim për këtë kapitull të ri. Një mesazh çfarë ju, një diçka që ju do donit ta lini të gjurmë për njëri tjetrin. Sikur po e celebrojmë, jemi ne aty përpara edhe ju jepni premtimin e celebrimit tani. Shiko, në të mirë e në të keq. Mesazhin më të mirë që e kena dhënë unë dhe Roela me të vërtetë është nuk se dikush thot luftojna për dashurinë tonë se kemi një fëmijë ndërmjet. Jo, dashuria e sinqertë është kur për një njëri me tjetrin kuptohet dhe e pranon realitetin e tjetrit. Dhe me Roelën unë sa herë them krenar jam për kanë kam edhe kur e pa tash si më moshën me lot se me të vërtetë është një person shumë i mirë dhe ma ka ndryshuar jetën time. Roela, ti do t'i thuash ndonjë gjë burrit apo të flasi vetëm burri? Ja, po, e di se sa ke ka flirë burrin ta di ju. Ne e di, sot kemi zbuluar ai shumë gjëra. Një diçka të vogël që ka shumë domethënie. Siç e tha dhe Vedati, nuk është se për hir të fëmijëve ne, domethënë, do rrim bashkë apo jemi bashkë, por në të vërtetë dashuria na ka mbajtur deri këtu dhe po, dhe dua thjesht të them diçka të vogël që gjatë gjithë jetës mua do më ketë më shumë si shoqe se sa e kupton si grua, se kështu dua të jem. Bravo. A mund ta mbyllim me një mesazh që do doje të jepje fëmijëve që ta dëgjonin kur të rritet? Se kam pirë kafen e mëngjesit. Po ja të japim pak kohë Roelës, Vedat do fillosh ti i pari? Shiko, mesazh të fëmijëve për tani shumë më dhon çdo herë, po mesazhin fëmia e kupton dhe recepton kur je afër fëmijëve tu dhe t'ju jepësh edukat ta respektojë dikant që jam më i madh, se çdo herë thojna fëmijës japja mesazhin sa të dush, por nëse nuk ja jep dashurinë fëmijës tan, asgjë në jetë nuk i ke dhënë. Nëse nuk ja jep mbështetjen tonë fëmijës tan, asgjë nuk i ke dhënë. Dhe Roela aq shumë kujdeset për prej tani, që thash edhe te vajza e parë, edhe te dita, edhe qoftë e treta apo te djali, është të jesh pranë fëmijëve tu 24/7 për çdo nevojë. Bravo, mesazhi është fëmijët janë familjarë. Prezenca është. Roela, mendon që foli mjaftueshëm Vedati apo ke edhe ti një mesazh tjetër? Ja, sikur unë që erdha këtu na i lash krejt rak tak edhe erdha këtu. Nuk ka dashuri kjo, sipas juve. Dashuria është e vërtet. Me më trazupin gjash sava, hajt se e pagun ti. Okej. Ta them unë tani. Jepi. Po. Okej. Do thoja mesazhi për fëmijët është që jeta deri tani më ka mësuar se sa shumë sakrifica ka, por e vetmja gjë që domethënë në jetë, sepse dua të flas për mesazhin kur të jenë më të rritur, është që dua të kenë një zemër të pastër dhe të sinqertë. Edhe unë si ne do mundohem që ta krijoj fëmijën dhe ta edukoj kështu. Me Ajsa na ka folur Vedati sot. Ne kemi kuptuar që ti po bën një punë shumë të mirë me rritjen dhe edukimin e fëmijëve, kështu që besojmë vërtet që ti do japësh më të mirën tënde dhe ata fëmijë do jenë perfekt. Do japim më të mirë. Do jenë perfekt, por do mundohem. Mbyllje më të bukur s'kishim pas ndonjëherë. Është vërtet, Roela, shumë faleminderit që qëndrove me ne dhe na zbulove pak nga Shtazania edhe dhate këto mesazhe të bukura të dashurisë që një çift si ju mund të japi. Ne do vazhdojmë edhe për pak me Vedatin, po ju vazhdoni që ndroni me ne. Nuk kemi mbaruar akoma, kështu që na dëgjoni se biseda vazhdon. Okej, ciao. Ciao. Përqafojmë. Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të fundit, këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Jemi patjetër me Vedatin, patëm një bisedë shumë të bukur dhe mesazhe plot domethënie me Roelën dhe bashkë me ty, dhe tani duam patjetër të kalojmë pak te sjela e vogël. Patjetër. Kur ka qenë fakti e fundit që ju të jeni takuar bashkë dhe apo sa e madhe është ajo mungesa që ti ndjen për të? Shiko, ka domethënë
Hemen 3 muaj që se kam pa tash, se tash erdhe vetë, po mungesa që ditën e parë, kur u shkput për meje, sikur diçka u kput edhe për shpirtit tem, se unë këtë kam përjetu edhe me vajzën e parë, po me të vërtet, ka dallime ndaj të parës ditës, se kena kalu shumë sene të mira, edhe tash jam si me 3 zemra që po jetoj edhe po mundona po sa foli me njënën, foli me tjetrën, sidomos akon shumë e vështirë për me edhe du ta them për gjithë prindërit që i kanë di familje me gruën e parë dhe me gruën e ditë, unë kam kriju në fillim shumë se unë kam mësuar edhe psikologjien, jam mundu me kriju diçka që vajza e parë mos xhelozojë, ndaj ditës mu ka dashur shumë kohë t'ja jap atë dashni. Me ish partnerin e parë keni një raport të mirë me njëri tjetrin? Kemi një raport shumë të mirë, kur them shumë të mirë, sepse edhe ajo ja ka dhënë mbështetjen vajzës vet që ja tani e keni motë, duhet ta doj. Do të baba përsëri? Po e morën vesh edhe u gëzu shumë se parzët kom thave të na jepësh një detaj shumë bukur, po ja hap një detaj shumë bukur dhe ekskluziv. Detajin që do ta zbuloja është vajza apo djalë, do të jetë Rajna që do ta zbuloja është vajza apo djalë. Edhe u gëzu, edhe ma bani, po babi tha ne, dine tha se është vajzë. I thash, jo për sjellën babi thash, për qetrën që ka merr një. Po ma shpreh dëshirën edhe di çka po tani, tha, më tha e duni motor, tha nuk du vllau. Do prap motor. Po tha se djem tha nuk janë të mirë. Kështu tha. Po raporti Roelës me ish partnerin si është? Shumë të mira, domethënë ka momente që kur për shembull vjen Rajna te na, edhe nuk jam unë aty jam puna apo diçka, edhe do me thirr nënën vet, e ka telefonin edhe e ka numrin dhe thirr direkt ish grën time, edhe i thot vajza po do me fol me ty, edhe ja jap, domethënë ki faktor jam unë që kam bën. Ka ndodh çka ka ndodh, nuk jena njëri për tjetrin a kry, po unë nuk du të jem keq kur na kemi një fëmijë bashk, edhe i kena premtuar ndarjen toni kena premtuar njëri tjetrit që tan jetën kena mu kon për atë fëmijë prezant. Edhe kjo është gjë e është një mesazh shumë i bukur, sepse rrallë herë ndodh që ish partnerja dhe partnerja të shkojnë mirë me njëra tjetrën, edhe pasi jeta vazhdon, shumë të njerit çuditën ose ju vjen si trondit se çfarë raporti kam na kena shikoj çdo sen ki hongër, ki pi, ki flet me dikana dhe në fund nuk dush të kesh urrejtje, gjëja më e keqe dhe smuja më e keqe në botë, unë sot e them që është urrejtja, sepse ti po jeton me dikan tjetër. Edhe unë me gjithë zemër asaj vajze i uroj që ta gjejë dikan në jetë dhe ta hecë jetën se ajo e meriton më të mirën jetë se e ka rrit fëmin tem. Po unë nuk muj me bën diçka keq ndër me di grave që tu ditë e kanë gjokin tem. Unë të kaloj në një moment pak delikat faktikisht se pati një periudhë që u bë një zhurmë mediatike që ti dhe Roela ishit ndar. A kishte një krizë mes jush apo ishte vetëm kjo zhurma e mediave? Jo, ishte një krizë, po u bën shumë mediatike se ishte ai momenti Roela kishte shumë ngarkesa, unë kisha shumë ngarkesa dhe ishin ato momentet delikate ku jeta jote o vazhdon o thehet. Po meqense ju jeni shumë të fortë dhe i kena diskutuar shumë këto sene. Po sa jo ndikuan lajmet që përhapën. Shiko, se jeni akuzuar që e keni bërë gjithë po që e keni krijuar ju. Jo, për klikime na kena pas shumë metoda tjera, se unë të kallëzoj drejt edhe çdo sen që kena bën na jena njerëzit mendojnë në showbizin më të real që ekzistojnë se kur gjons kena bën për klikime. E kena ka pas njerëz që nuk na dojnë, rikthejnë atë ajo fjala nuk na dojnë bashk, edhe u gëzun shumë, domethënë krisja ka shumë e vogël, po në fund zemrës time kam dashur një ditë njerëzit e vërtet. Domethënë akon edhe si provokim ndaj meje, real provokim, jo tasho. Mendon se kjo periudhë ju ka bërë më të fortë së bashku? Shumë më të fortë. Shumë më të fortë ti dallu edhe sidomos mi dallum me kanë kipun edhe me kanë skipun. Vetë ishte shumë kënaqësi që ne të kishim në mesin ton. Faleminderit juve gjithë. Fluturoj edhe kemi marr shumë mesazhe sot nga Vedati. Ju urojmë dhe Roelës një shtatzani sa më të mbar dhe sjell në jetë një bebush sa më të shëndetshëm dhe të bukur. Faleminderit shumë edhe për jeve që pritet kaq mirë edhe tanat mirat për juve. Faleminderit. Unë do përshëndes në këto momente, kështu surprizë. Kemi Niko Komanin. E kam aty në backstage. Niko. Tash se filluam përshëndes mamën, babën jo. Jo, tani mbaroi koha jon dhe unë do ikim me vrap takoj Nikon. Vajza, ishte kënaqësi që ndam sërish së bashku. Gjithmonë. Faleminderit juve, kalofshi mirë. Faleminderit. Shihemi deri
jemi.